Qëllimi i këtij projekt vendimi është të përmirësojë trafikun në qytetin e Vlorës duke bërë një menaxhim më të mirë të parkimeve dhe menaxhimi më i mirë konsiston në heqjen e abuzimeve të makinave të abandonuara në për parkime dhe rrugëve kryesore të qytetit, apo si dhe largimin e makinave të cilat subjekte të ndryshme që operojnë në dhënie me qira të makinave i lënë këto makina për një kohë të gjatë dhe si rrjedhim këto parkime janë të pa aksesueshme nga qytetarët. Sipas relacionit të grupit të punës që është i përbërë me specialistë të mësipër, ky është konkluzioni që do ta zgjidhë dhe do të përmirësojë të trafikun në qytet. Lista e rrugëve të cilat është menduar të aplikohet parkimi me pagesë janë 20 rrugë dhe fillon me bulevardin, këto janë rrugët kryesore të qytetit, fillon me bulevardin Ismail Qemali, rruga te sheshi Flamurit, Demokracia, Fejzo Gjomena, që është ndryshe rruga e Kosovës, Gjergj Kastrioti, Pelivan Leskaj, Hasan Kushta, Gjergj Arjaniti, fushat e sportit në lungomare, Sulejman Delvina, Aziz Gjyheri, Veledin Kollozi, Hektor Shyti, Pavlo Floko, Meno Gjoleka, këtu do më duhet të bëj edhe një sqarim pak më poshtë, Ibrahim Abdullah, Rushit Gorishova. Kemi përsëri në numrin 18 Meno Gjolekën, pasi sipas faqes zyrtare të adresave janë rrugë paralele, njëra prej të cilëve nuk ka një emërtim përkatës dhe tek projekt vendimi është saktësuar nëpërmjet një subjekti që ndodhet në këtë rrugë. Gjithashtu kemi rrugën Aleksandër Mojsiu dhe Wilson.